Në ndikimin e? Natyrisht që, si po mendon në ndikimin? Në ndikimin e kujt? Shisha kur e shohim. Dyshoni se mund ta bëj këtë. Unë mendoj që Kosova ka interes strategjik, ne kemi thënë disa herë, që të jetë e parashikueshme politikisht, të jetë stabile, zbarkoj atje në universin ku trajtohen temat e gjeopolitikës, të rreshtimit të aleancave, të mirëmbajtjes së tyre, të politikave të reja etj. Apo merret dikush me neve më? Jo. A do të merret a thu dikush me neve më? Aktualisht krejt çka kërkohet prej Kosovës është një ministër i deleguar i Francës për Evropë ishte në Kosovë, Zoli Haddad, dhe i kërkoi Kosovës që nëse dëshiron ta ndjek rrugën evropiane, duhet të zbatojë detyrimet që ka marrë në orë dhe Bruksel. Kur po flasim ne e pash për çudi, rastësisht e gjeta një farë e kish bë dikush një artikull gjatë në bota sot se si unë kam fol për asociacionin duke u përpjek që unë jam në favor të qetë që unë jam në favor të asociacionit, përderisa ne po flasim jo për favor apo kundër asociacionit, por ne jemi shumë kundër asaj për çka është zotu Zoti Kurti. Edhe titullin e kish shkruaj profesor doktor. Edhe merr çudi veç një fakt. Qysh një profesor doktor s'u ne dallon kur themi është zotu edhe duhet me bë. Basi qëllim që me ka devijuar. Po problemi është, pse po e përmendi këtë? Për shkak se janë bë edhe grupimet njerëzve të cilët shpresojnë, pretendojnë. Për të sopa pushtetit. Po pra. Edhe tashti mundohen që mos pe gjuni ashtë dikon edhe pe kapën. Çka po mundohemi ne me bë të qartë? Është që, ajo që po e thu. Zoti Kurti është zotu në Bruksel. Ka një zotim. Nëse jo presni Serbia me nënshkru, nuk e bën. Është zotu dhe zotimi në politikën e jashtme. Është si nënshkrem se kur zotohesh ki edhe dëshmitar aty, i pari, i dyti, i treti. Pse Vučići dhe Serbia nuk nënshkru në një letër me Kosovën? Për shkak se në preambullën e saj kushtetuese, Kosovën e ka si pjesë Serbisë, edhe me nënshkru Serbia, nuk ta njeh si dokument. Në 2015 e nënshkru marrëveshjen e parimeve ta zëmë. Po në këtë rast, në marrëveshje, nuk e nënshkruan, por krejt çka neve na dohet është që ta kemi garancën tonë. Ajo është Bashkimi Evropian, për atë arsye janë mbajt këto bisedime me ndërmjetësues. Zoti Kurti është zotu dhe zotimi është në nënshkrim. Që ta kemi të qartë. Jo, veç pak. Veç ta sqaroj për publiku. Aneksi i Ohrit është diçka që na e ka sjell draft statutin e asociacionit. Jo që e kemi dashur na, as që e dojmë na. Po thjesht këta na ka sjell Zoti Albin Kurti. Nuk e dia e ka bë me qëllim apo pa qëllim. Nuk e dia e ka bë me vedi apo pa vedi. Por tashti janë çato që kontura, po. Çato kontura të cilat na kanë sjell neve në çët situatë dhe kemi çët presion ndërkombëtar. Po të kishte funksionuar Albin Kurti më ndryshe, më mençëm politikisht, me siguri që nuk do të ishim këtë situatë që ne përjashtohemi prej dialogut strategjik me Amerikën, ta kalojmë atë pjesën e sanksioneve, të mos komunikoj askush me neve, etj. Do të thotë, s'ka ditë mi parapri, por ka bë politika populiste. Të dasht me mashtru qytetarin, të e përdor politikën e jashtme për konsum të brendshëm. Base, si që thot një miku im, Afrim Kasolli, ka dashur të ndjek një mësim personal edhe të qeverit perëndimore, për t'i bërë ato më idealiste që t'jenë me shumë virtyte e kështu me radhë. Pak parëdi. Por fundi është që Kosovës po i bët qartësisht presion dire nga komunitetet ndërkombëtare, Serbia po lëviz në marrëdhënie ndërkombëtare. Për te po shihet Serbia me një sy, çka po bën Serbia që s'po bën Kosova, sa na si diplomat. Shiqo, veç ta sqarojmë një detaj. Kosova e ka vendin e saj në arenën ndërkombëtare, Serbia e ka vendin e saj. Do të thotë,
nuk do të thotë që Serbia janë zë vendin Kosovës. Por tani duhet ta shohim si një garë. Serbia po ecë, po Kosova ka stagnu dhe kjo pastaj Serbinë e bën më të fortë. Se ne gjithmonë po flasim për arenën ndërkombëtare. Problemi është që ne 23-ën sana e sulmoi Kosovën. Po, Direkt Serbia edhe ku jemi sot. Përgjithësi në 2024 në nëntor në sulmin terrorist në Varak. Po. Përgjithësi e mban direkt Serbia. Dhe vazhdimisht jep deklarata që e minojnë stabilitetin dhe paqen në rajon. Në sytë e jashtëm Serbia po shihet si një vend çka po çfarë metoda po përdor ajo që na se pyetjen duhet t'i ashtrojmë besoj vetës. Ku jem ne, ku po ka ajo po e shfrytëzon hapësirën të cilën ja kemi ofruar, ja ka ofruar Kosova. Pse po them? Gabimi i parë strategjik në politikën e jashtme ka qenë orientimi komplet ka BE-ja, duke u mundu me anashkalu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke ditur që sponsorizuesi më i madh i pavarësisë, edhe i shtet ndërtimit në Kosovë, edhe i shtet formimit janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja, krejt çka e ka bën në raport me Kosovën, i ka bën për shkak se s'ka pas kanë shku. Për shkak se ka qenë partnere e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në momentin që ne e kemi pasur përshtypjen që po shkojmë dika tjetër, në kuptimin e asaj që po është duk nga jashtë sikur ne po i ndryshojmë partnerët, Serbia e ka shfrytzuar këtë situatë. A keni vërejt që në Kosovë ka pas fillu madje më futë edhe një farë anti-amerikanizmi, kështu në frymën në shoqni. Do të thotë ajo ka qenë çmenduri. Ndale edhe mendon edhe shehne se çka ka qenë Amerika për neve në të kaluarën dhe çka është sot. Dobësimi i kursit amerikan favorizoi Serbinë. Absolutisht po. Tashtit mos e harrojmë edhe një fakt. Ne edhe kemi pasur një lobë të fortë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nuk është më. Po, Serbia e ka forcuar atë lobë jashtëzakonisht shumë. Lobin e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka forcuar shumë. Kjo është politikën e jashtme përfshini më zot më keq. Shiqë, gjithmonë e themone që Amerika nuk është vetëm forcë ushtarake dhe forcë ekonomike. Amerika është forcë politike para së gjithësh. Amerika e ka rolin e saj të jashtëzakonshëm në politikën botërore. Apo e vreni që nëse Donald Trump dele dhe thotë unë do të tërhiqem nga kjo organizatë ndërkombëtare, krejt bota quhet peshë. Për shkak se flet për peshën e saj, në ta thotë cili do shtet, po tërhiqem ne as që dëgjojmë. Po kur e thojnë ata, është pak më ndrysh. Për shkak se ndikimi i saj në politikën ndërkombëtare është jashtëzakonisht i madh. Sepse ka qenë diplomat ndan përvojat direkte. Po, të asaj diplomacie të pabërë publike, të ati kursi që ka ndjek merret qeveritë e Republikës së Kosovës. Dhe e kanë ndjerë po them këtë afri, këtë lloj kursi që ka manifestuar pas një hamendje nevojën e thëllimit edhe çdo ditë më të madh të raporteve ta them bilaterale Kosovë-SBA. Problemi është tjetra, që fatkeqësisht edhe kjo kohë më dhamë që e kam përshtypjen që ne edhe s'po kemi njerëz të cilë din të lexojnë situatat edhe pastaj të veprojnë konform situatave. Edhe këto po e them, nuk e di a e bojnë me qëllim apo pa qëllim. Nuk e di. Në plot gjona po ke habi çfarë po i ndodh Kosovës sot me politikën. Po bre se shkun 6 vjet. Shkun 6 vjet në gjë, mund është një vjet mu testu, 2. Hajde ta ha dreshi edhe 3. Po kur t'hish në vitin e 4 ja e bën një përvojë, ja atëherë për në mes dhe kur gjë, ja e ki një qëllim të saktuar të cilin ne s'po e kuptojmë. Edhe ndoshta e kuptojmë, po nuk po dojmë me besu që është ai qëllimi dhe po bëhemi sikur s'po e kuptojmë. Këto është problemi. Unë nuk du me besu që
vjen në ndonjëherë, ndonjë i çmendur, edhe merr forcë politike dhe i prish marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për me dëmtu këtë vend. Për shkak se çdo prishje e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës neve na çan dëm. Edhe këtë sen duhet ta kemi parasysh. Vetë fakti që deri më tani ne kemi pasur një situatë ku Amerika është pasi forcë euroatlantike për bashkët evropiane, sot nuk është më ajo kohë. Uniteti transatlantik më s'ekziston. Tashti Donald Trumpi pjo thot evropianëve ngani këto. Nuk jam unë forcë për bashkët evropiane, po unë jam forcë në Evropë. Merr në vesh këtë punë. Ç'është do që t'jenë, për Kosovën është okej. Nuk është derti i jonë. Se ç'është sillet Donald Trump apo Amerika në politikën e A jashtëm. kanë si diplomat më tregon ndonjë detaj që ke qanë diplomatësi si ambasador, duke takuar diplomat ndryshëm, që kanë përfaqësuar fuqi nga më të mëdha deri te ato vende tjera respektive natyrisht që ka marrëdhënie diplomatike Kosova që nuk ka. A kanë qenë disi të hatruar evropianët që Kosova po mban kursin e saj më shumë pro-amerikan se sa pro-evropian? Po, absolutisht. A ke ndjerë këtë? More ma kanë thonë, Po, në Gjermani mu ka thonë, çka është kjo? Edhe përgjigja ka qenë shumë e thjeshtë. Në qoftë se Amerika është një farë garantuesi i sigurisë në Gjermani, atëherë është garantuesi i sigurisë në Kosovë një 50 herë më shumë se sa në Gjermani. Kështu që shumë e thjeshtë është përgjigje. kërkonin thjesht me shumë hise të ndikimit. Po natyrisht, kjo është shumë normale, po shiqa vetë këto ndarjet, pastaj që bëshin si kur krijoi përshtypje që Gjermania dhe Franca do të marrin më shumë përgjegjësi në Ballkan, e deri para 3-4 vjetëve kemi pas këtë garë. Pastaj, në momentin që u hap kjo temë, e vreshim garën në mes të Gjermanisë dhe Francës, kush do ta marrë ndikimin. Dikush e jep në ide si përformimin e diçkaje si procesi i Berlinit. Prej Francës vinte një ide tjetër. E tjera, natyrisht që është garë e ndikimit. Absolutisht Sa kohë që ke qenë diplomat e ke ndjerë, ke vërejtur. Po këto i bëhen vazhdimisht. Nuk është diçka. Nuk ishin të inkurajuara qeveritë evropiane pse Kosova po ndishte një kurs të palekundur ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E me pak po i besonin mbase. Na kemi pas qartë orientimin tonë. Do është thonë publikisht, disa herë, do të thonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë kështu primare gjithmonë, pastaj ka ardhur Gjermania, Franca, Italia, BE-ja e tjera. Të hatruar ishin gjermanet. Kanë qenë të hatruar, po ata e kanë ditë sa e kanë forcën në vendikimin. Politikanët tanë të kohës nuk arritën të hynë në atë figurativisht në viçin e një betejë që mund të jetë ndryshme. Ka pas tjera problemet cilat njerëzit vetë duhet t'i flasën, nuk është punë e imja. Po pse për shembull gjermanët me një periudhë caktuar kanë filluar me uftof. Me neve mirë, po ajo që është e rëndësishme është që ne i kemi pas gjithmonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kudo që kemi qenë. Më kujtohet ka qenë edhe konferenca e sigurisë në vitin 2016 në Menej. Edhe shkum në ambasadën amerikane për me u marrë vesh, se gjithmonë e kemi pas ata, dhe ju tham, po ju s'po merr një pjesë, se nuk kanë marrë pjesë. Atëherë. Amerikan po? Po. Ja filloj me qesh ajo që ishte përgjegjëse, ajo diplomatja për atë punë, jo tha na marrim pjesë, na jemi brenda, po nuk marrim pjesë. Jemi brenda, po nuk marrim pjesë. Për shkak se ne jemi marrë vesh me ta, do të thonë, kemi marrë instruksione, kemi dhënë mendime e tjera, se si do të sillemi me ta. Po mbaj këtë përshtypje, ajo tha, po, brenda jemi për s'marrim pjesë. Dhe ky bashkëpunim i deri tashëm me SBA-t Kosovës, në gjykimin tuaj, i ka
i ka mundësuar konsolidim në marrëdhënie ndërkombëtare. Këtë konsolidim që ka, me këto njohje që ka, me këtë prezencë dhe pozicion që ka Kosova sot në marrëdhënie ndërkombëtare. Po shisha, gjithmonë. Sepse po i referohem një klime politike të brendshme për nevoja populiste këtu, Po. që ka shkaktuar atë lloj disponimi. Unë gjithmonë e them që në korrekt Kosovës dëshirojnë ta ledhatojnë Serbinë për ta hequr atë nga orbita e ndikimit rus e tjera. Që me vetë faktin që ne që sa vite jemi me shazhe dafeas, në Kosovë flet për atë se si janë marrëdhëniet e tona. Deri ku shkojnë. Tash kjo nuk do të thotë që shazhe dafea e ka ndikimin më të vogël. Absolutisht e ka ndikimin e njëjtë sikur ambasadori, por simbolika është tjetër. Për shkak se në diplomaci simbolika ka gjithmonë rëndësi. Simbolika është tjetër fatkeqësisht dhe na flet për ato se si na sheh neve Amerika momentalisht. Tasht, a mund ne të bojmë pa ta? Shiqa vetë fakti që në Evropë janë shumë shtete. Evropa nuk ka unitet. Në momentin që janë shumë shtete, janë shumë interesa. Edhe ne nuk mund t'i përshtatemi qindra interesave të ndryshme. Janë interesat shtetërore, pastaj vinë interesat politike, partijake brenda shteteve. Gjermania ka parti politike që është u forcu, po thotë nëse një Kosovën, Austria që ashtu. Le Pen e ki që ashtu, do me thonë, na do të mja nisë më marë me qindra dëshira. Do me thonë, mrena shteteve nuk ka unitet, e lëre më, kur flasim për BE-n si strukturë. Ku ka bëj Kosova të sanaj që kemi këtë qërtim të njëjtë si nga SHBA, si nga Bashkimi Evropian, Franca, Gjermania, këto dy vende. Çka gabuam ne, nëse mund ta them, çka gabuam ne që komuniteti ndërkombëtar të jetë në rastin e Kosovës i një qëndrimi, ta them, nëse ky unitet transatlantik më nuk ekziston, në rastin e Kosovës ekziston. Është ndjenja e inferioritetit të cilën e kemi pas, për shkak se duke qenë të vogël, kujtohet që partneritetet apo partneriteti filloi të paraqitej si vazalitet. Edhe çka do të thotë mendum, më mirë po them menduan që duke funksionu si partner ne po bëhemi vazal, apo spaku që ashtu është paraqit. Në fakt, partneriteti është jep merë. Tasht, ne fuqi ushtarake jemi, fuqi ekonomike jemi, fuqi politike jemi. Fatbarësisht kemi qenë në orbitën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila na ka pa, me thonë drejtë nuk është e rëndë, nëse thonë na ka pa madje edhe si pjesë të vetën. Edhe për atë arsye ne është dashur me fol me nizam me ta. Në momentin kur kemi fillu me mendu që u rretëm edhe apo më mirë po them kështu troq, kur na u rret mendja, atëherë për me na tregu që ka dalë se si keni punë t'ju bashkë ashtu që shpo menone, fillun me na i tregu vendin. Po çka ndodhi? U përdor jashtëzakonisht shumë për konsum të brendshëm politik. Ajo çka e dëmton të shtetin në arenën ndërkombëtare, këtu paraqitej si patriotizëm. Këtu paraqitej si forcë. Dhe tashti ne e dim se si funksionon ajo psikologjia e turmës, me të cilën janë marrë edhe psikologë të famshëm botëror. Dhe këtë pjesë pastaj u shfrytzu jashtëzakonisht mirë. Që i bie që nuk ka pas shumë interesim që të forcohet pozicioni i Kosovës në arenën ndërkombëtare, por ka pas interesim që të forcohet pozicioni politik brenda në Kosovë, sepse po të kishte pas interesim. Çka i duhet një forcë po të kishte pas interesim, me siguri që ne do ta kishim ne ministër kohë gjatë mëshëm këto vite, e nuk do të kishim ne si çfarë ka qenë.
presidenti nuk do të delte në për BBC edhe me thonë ne mojtëm krimin edhe korrupsionin, për shkak se ato shtetet që se din ku e Kosova, kur ta nin presidentin e çatij shtetit u folë Nimi banda. po thot ka dale more çka pas kum bën as për të pavarur. Na pas kum bën ne ferm të krimit atë. Vet presidenti e ka thonë. E këta janë edhe më tutje njerëz të cilët kërkojnë edhe më tutje forcë politike. Këta njerëz që e kanë shkatruar vendin.